për të ardhur ke zgjedhjet, me që jemi ke zgjedhjet. Por për Partinë Socialiste, çfarë mendoni? Tani, nëse do jetë për të ndodhur rotacion, që të bëhet kryeministër Flamur Noka, unë nuk dua që ky rotacion të ndodhi. Kjo është përgjigjja ime. Po. Ç'mendoni për Edi Ramën? Për Edi Ramën është një përgjigje komplekse faktikisht, është një person i cili ka disa veti të mira dhe të këqija, do thoja unë. Jam pak skeptike për sa i përket opinionit tim personal për kryeministrin, por që arma më e fortë e tij është që është karizmatik dhe di si të bëj për vete popullin shqiptar, për sa kohë ka arritur në 3 mandate, do jetë edhe për mandatin e 4, doja të thoja. Okej. Si e shikoni Shqipërinë para 12 vjetëve me Shqipërinë sot? Sepse Partia Demokratike dhe sidomos Berisha thot çdo gjë zi. Unë kam opinionin tim, e kam pa, kam një setit Tani, si nuk mund të themi, se neve gjithë i shohim ndryshimet, e shohim që Shqipëria ka bërë përpara, si në turizëm, si në teknologji, si në infrastrukturë. Nuk mund të themi që është e njëjta e atyre 12 viteve që ka qenë, se është një lloj se thuash një fëmijë 1 vjeç, ta kthejmë prapë dhe është 1 vjeç. Jo, kanë kaluar 12 vite, ka evoluar koha, ka ecur, gjërat kanë ndryshuar dhe pa diskutim që ka ndryshuar për mirë. Unë e shoh Shqipërinë që sot gëzon një status, gëzon një reputacion, turistët janë të manitur me bukuritë natyrore, që ka atraktiv për tuajt, ka pa diskutim që ka zhvillim. Nuk mund të them që nuk ka zhvillim. Nuk është e krahasueshme me Shqipërinë para 12 vjetë. Jo, absolutisht janë si nata me dietën. Nga ana estetike, Shqipëria ka ndryshuar, për shembull kemi parasysh Shqipërinë e para 12 viteve gjatë qeverisjes Berishës. Të gjithë e dim si ka qenë. Po tani është forcuar Domthon kjo që thot vazhdimisht Rama, Shqipëria urbane, qytetet, a mendoni se ka një ndryshim në Qytetet janë zhvilluar, pra është e dukshme dhe dua ta theksoj është forcuar ligji. Se unë jam njëri ligjor, jam avokate në profesion. Ligji është forcuar dhe askush, dhe kjo është një pozitivitet i madh për Shqipërinë që individët nuk janë mbi ligjin. Sot kemi shumë individ, qoftë edhe bashkëpunëtor të qeverisë Rama, që kanë kryer korrupsion, janë pashekura.